Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, aku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komentuar pak situatën e krijuar që Ledioni e ka hequr gjestin nga profili i tij Instagramit. Mos vallë është një marrëdhënie prishur mes Ledionit edhe gjestit. Mos vallë kjo do të ndikon edhe në kontratat në të cilat gjesti ka nënshkruar me televizionin Top Channel për të ndjekur famën e tij, për të ndjekur karrierën e tij dhe për të ndjekur artin e tij. Të gjitha këto jam munduar t'i shpjegoj në një përshkrim që unë kam bërë rreth nënshkrimit të kontratës që gjesti ka bërë brenda shtëpisë së Big Brotherit që do të menaxhohet 2 vite nga televizioni Top Channel. Por në qoftë se kjo kontrat prishet dhe televizioni Top Channel nuk e merr përsipër gjestin, çfarë do të ndodh? Prej ditësh rrjetet sociale janë pushtuar nga një temë që ka trazuar si fansat, ashtu edhe ndjekësit më të zjarrt të Big Brother VIP Albania 4. Raporti i prishur mes gjestit edhe drejtuesit të këtij formatit, Ledion Liço. Një lajm që nuk është konfirmuar zyrtarisht nga asnjëra palë, por që përmes një sër detajesh dhe sinjalesh të heshtura, si heqja nga ndjekja në Instagram, ka ngritur pikpyetje të mëdha për të ardhmen e gjestit në skenën shqiptare. Por a do të ndikoj vërtet kjo marrëdhënie tensionuar në rrugtimin e tij pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri dhe mbi të gjitha çfarë mban të lidhur sot gjestin me Top Channelin? Fakti që shpesh anashkalohet në rrjetet sociale është se gjesti, si të gjithë banorët e Big Brother VIP që kalojnë në finale apo kanë ndikim të madh publik, kanë nënshkruar një kontratë të qartë 2 vjeçare me produksionin e Top Channel. Kjo kontratë nuk është thjesht një marrëveshje për menaxhimin imazhi, por përfshin të gjitha aktivitetet publike, projektet muzikore, pjesëmarrjet në evente, përfaqësimet në media dhe çdo përfitim që vjen si rrjedhojë e famës së krijuar brenda këtij formati. Në këtë pikë, është me rëndësi të kuptohet se asnjë individ, përfshirë gjestin, nuk ka të drejtë të ndërpresë një anshëm kontratën pa pasojë ligjore. Sipas burimeve të brendshme, çdo kush që shkel këtë marrëveshje rrezikon penalitete financiare dhe ndalesa për të bashkëpunuar me televizionet konkurrente. Një praktikë që është kthyer në normë për të mbrojtur investimin e madh të produksioneve si Big Brother VIP. Do me thënë, më duhet ta citoj edhe një herë, dëgjojeni mirë. Në këtë kontratë përfshihen të gjitha aktivitetet publike, projektet muzikore, pjesëmarrjet në evente, përfaqësimet në media dhe çdo përfitim që vjen si rrjedhojë e famës së krijuar brenda këtij formati. Por çfarë ka ndodhur mes gjestit edhe Ledionit? Deri më tani nuk ka një deklaratë publike nga asnjëri prej tyre. Ajo që ka ndezur flakën e thashë themeve është një veprim virtual ku Ledioni nuk e ndjek më gjestin në Instagramin e tij. Një detaj që në botën e sotme digjitale shpesh kuptohet si një shenjë ndarje ose tensioni, por siç e dim, një unfollow nuk është domosdoshmërisht një deklarate lufte, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhënie kontraktuale dhe profesionale që kanë shtylla të tjera mbështetëse. Për më tepër, Top Channel nuk ka bërë asnjë njoftim zyrtar për ndërprerjen e bashkëpunimit, çka do të thotë se zërat për prishje totale janë ende në nivelin e thashë themeve dhe të interpretimeve. Do me thënë, nuk do të thotë që Ledioni e ka hequr gjestin nga Instagrami dhe gjestit i është prishur kontrata bashkëpunuese me Top Channelin. Nuk ka të bëj fare asnjë gjë në këtë pikë, sepse që në momentin kur gjesti ka nënshkruar këtë kontratë, ashtu si gjesti do të merr guximin të prish këtë kontratë dhe të paguaj dënimin e kësaj kontrate, besoj që ana sjelltas vlen edhe për produksionin e njëjta gjë në qoftë se vendosin të prishin kontratën me gjestin. Por gjesti nuk ndalet në punë edhe në projekte muzikore,
Pavarësisht të hamendësimeve, ajo që dihet me siguri është se Gjesti po punon intensivisht për projektin e tij të parë muzikor, i cili pritet të publikohet brenda muajit maj. Burimet të afërta me artistin kanë konfirmuar se kënga është në fazën përfundimtare të produksionit dhe do të shoqërohet me një videoklip profesional në mbikëqyrjen e stafit të Top Channel si pjesë e menaxhimit të kësaj kontrate. Ky projekt do të jetë prova e parë serioze për Gjestin si artist jashtë formateve televizive, edhe pse ai është i njohur për karizmën, komunikimin e drejtpërdrejtë dhe raportin me publikun, suksesi i tij në tregun muzikor do të varet nga cilësia e materialit dhe mënyra se si do të përqafohet me fansat. Por cila është frika e fansave në këtë mes? Kam arritur ta kuptoj nga komentet edhe dua t'u sqaroj në detaje dhe dëgjoni mirë. Nuk është e lehtë të jesh një personazh kaq i ekspozuar. Fansat e Gjestit, të cilët e kanë mbështetur që nga momentet e parë në Big Brother, kanë shprehur zhgënjimin dhe shqetësimin të thellë në rrjetet sociale, duke kërkuar transparencë dhe paqe mes palëve. Ata kanë krijuar një lidhje të fortë emocionale me të dhe duan që sukseset e tij të mos ndërpriten nga konflikte të brendshme që nuk kanë të bëjnë me meritën artistike. Disa madje shkojnë më tej duke aluduar për një sabotim të mundshëm të karrierës së tij nëse raportet me produksionin prishen plotësisht. Por nga ana ligjore kjo mbetet spekulim pasi kontratat e tilla janë të ndërtuara për të garantuar siguri për të dy palët dhe Gjesti është ende në krahun e dur të sistemit për sa kohë nuk bën lëvizje të pakontrolluara jashtë të saj. Por çfarë pritet të ndodhë më tej? Gjesti e ka ende shansin të shfrytëzojë këtë periudhë si trampolin të vërtet drejt suksesit artistik, me një menaxhim të kujdesshëm, një këngë të fortë dhe një strategji të mirë komunikimi, ai mund të dalë më i forti nga kjo stuhi digjitale. Publiku ka treguar se e do dhe e mbështet, ndërsa Top Channel ka ende interes të promovoj, sepse suksesi i Gjestit përkthehet edhe në sukses për markën që e prodhoi atë. Ndërkohë Ledioni si një figurë drejtimi nuk ka për detyrë të jetë mik personal me çdo ish banor, roli i tij është profesional dhe strategjik. Pra një raport personal i ftohur nuk e përjashton një bashkëpunim korrekt dhe të suksesshëm profesional, sidomos kur ka kontrata e angazhime afatgjate në mes. Në fund të ditës, historia e Gjestit është ende në fillimet e saj, ai është një djalë me potencial, energji dhe një ndjekje të jashtëzakonshme, por tani është koha e veprimeve, jo emocioneve në rrjet. Kontrata ekziston, suksesi është i mundur dhe publiku është aty për të përkrahur, mjafton që Gjesti të mbajë qetësinë dhe të vazhdojë rrugtimin e tij pa u ndikuar nga zhurmat e jashtme.